që jo s'ka farë, të kikën babi se në policinë mamë, kam në mamë në tu. Po, unë me unë njallë në kujteje, poli mamë. Urime. Faleminderit Aida. Urime dhe rëndësika që zgjallë. Një tjetër histori që mbart dhimbje, troket në emisionin Njerëz të humbur. Petrit Legvukaj, 34 vjeçari nga Velipoja e Shkodrës, u largua pa marrë parasysh se do të linte pas vetes plak të pashërueshme të prindrit e tij, që tashmë vitet I luajnë faqeve. E ndërkohë që ujvara lotësh shkasin çasteve të jetës së sotme, ende shikimi ka mbetur I fokusuar në kohën kur ai u largua nga përqafimi I saj. Ai është larguar nga shtëpia tash 10 vjet. Ai hiku është në Gjermani. Pri Zvicrët ka hik në Gjermani. Në Gjermani kam fol kri 2 javësh, 3 javësh me ta. Ja pri herë. Mani më shkput. Nga më shkput 2 vjet gati se nuk fola me ta. Po pavarësisht jetës së lodhur nga mundimi, ankthi I takimit me të birin, bëhet kuptimi I çdo çasti. Tash 6 vjet bahen me 21 prill. 22 prill si nuk kam fol me ta hiç edhe më janë shkuar kret lidhet e telefonit me ta. Unë jam vetëm me gjithë plak. Plakun e kam të smun e rat. S'kam më kam e hec hiç. Nuk e kërkoj djalin tim se jetë vjet një moje. Për vetëm e kërkoj si djal, ti një zonë ku të qoftë. Ai shalla është mirë. E rikthyer pas në vite, duke rrëmbyer në kujtime, nëna e Petritit tregon me krenari në një pusqeshje të lehtë adoleshencën e Petritit. Ka kënë tipi I hedhur në tipi I shkaste. Ai 17 vjeç ka kalu bunën në NEP. Në Prekull e ka kalu e ka dalë në Jugosllavi. Amaneti I fundit I nënës, një shenjë nga djali I saj sa është akoma në jetë. Sikur të dëgjonte edhe një herë zërin e tij që I ka munguar aq shumë. Unë shef kam për sa të kem kivet, se bëna ki sa që më gjallë nuk mund, se bëna ki jesë ratë në shtrumet e se me zyre me e gërgu manej, por për sa të kem kivet, dhe dy ki ju. Munohi ju, edhe unë me ju. Niku, djali xhaxhait me të cilin ka ndarë momentet më të gëzueshme të jetës së tij, tregon për mungesën e Petritit. Sa herë që afrohen festat, kur në tavolinë mungon një pjatë dhe një gëzuar. Mie këra kërë katë në arhije, këra dollë, dërzma, fjesa, asë sirak, këtë me Petritit. Asë s'ka të unia, flasë mirë. Ta 6 gjetë I ka thanë se jam mirë. Babë tha si bja ba dë marrë verë, a I sërdi, hupi, gjëgjan kundak me ta. Full 2-3 herë dhe stop. Na mungon familja, vjen festa, vjen e gjatë nuk batë festa për 10 vjetë. Këna qef me full me ta. A në qofë në bërë, a në qofë në dekur, a që të ashtë vetë këna qefë në telefonata. E kështu, sërish hapat e viteve, enden të çala, mungon gëzimi I familjes, mungon djali I shtëpisë, mungon sot Petrit Legvukaj. I trajtuar në emisionin Njerëz të humbur, për familjen Legvukaj, do të vinin shenjat e para të jetës për djalin e tyre, 34 vjeçari nga Velipoja e Shkodrës, Petrit Legvukaj. Pasaporta e të cilit shënonte Gjermaninë, vendin e humbjes. Më 5 dhjetor të vitit të kaluar, do të mundësoj një foto e tij pas shumë vitesh largimi, fal punës së palodhur të stafit të emisionit Njerëz të humbur dhe fal ndihmesës së bashkëpunëtorëve tanë, duke dhënë bindjen e një gjetje të sigurt. Prezantimi I fotografisë për familjarët e Petro Vukas, emri me të cilin njihet në Leipzig të Gjermanisë, vendi nga ku humbet dhe kontaktet me familjen, do të gëzonin një nënë dhe një baba tashmë të moshuar. Atëherë jemi këtu në kërkimet tona për fatin e Petrit Legvukajt. Cilat janë ato gjurmë jete, ajo driti e shile që ndizet natën e sotme për Petrit Legvukaj? Faktikisht, ndoshta ky do jetë një lajm tepër I mirë për nënën sidomos të Petritit. Ka shenja jete për Petritin në Gjermani, madje deri në vitin 2008, domethënë në këtë vit që ne jemi, dhe dua të them që ai këtu njihet me emrin
Petrit Vukaj. Më thënë, jo Lek Vukaj, por Petrit Vukaj është i regjistruar me datëlindjen e tij të vërtet. Blerina, është një lajm i mirë që ju duke na dhënë në këto momente. Pra, është i regjistruar deri në 2008 në këtë momenti që ne flasim, është i regjistruar me emrin Petrit Vukaj. Si ka që nëna ta identifikoi në fotografi që po ai është, dhe mund të them që kjo është një fotografi tepër e freskët. Blerina, qëndro në linjë dhe unë në këtë momente do të edhe Niku do doja që të vinte ta shikonte foton, se nuk do ta bëjmë publike për arsye të ndryshme për të mos t'i prishur punë Petritit, por rëndësi ka që më mirë se verifikon nëna e vet, është ai. Ante, mos u mërzit, kujdes hapat. Atëre. Është Petriti. Është Petriti. Do të kalonin 6 vjet, që nga dita kur telefonatat në familjen Lek Vukaj do të lëshonin për njëri tjetrin fjalët e fundit, në datën 21 prill 2002. Vetëm pas disa muajsh, nga koha e prezantimit të rastit të tij, më datën 10 maj të këtij viti, duket se dëshira e madhe e nënës, sikur të dëgjonte edhe një herë zërin e tij, që i ka munguar aq shumë, do t'i plotësohej. Më në fund, ai u mundi të dëgjonte tingujt, që lëshonte zëri i munguar i Petritit, duke thënë: "Nën, jam shumë mirë." Dhe në këtë mënyrë, rasti i tij hiqet nga familja e madhe e të humburve. Më në fund folët me djalin apo jo? Kam fol me djalin me datën 10 në orën 9 deri në 11 shnesh e mirë, dhe u falenderoj shumë gjithë gazetarët për gjetjen e djalit tim. Edhe unë kam një tension shumë të lartë që sonë dhe kisha të me kenë me ju atë. Absolutisht. Sigur se kam kenë vazhdimisht tash 4 vjetë për gjetjen e djalit tim. Çdo ditë, çdo orë, çdo natë më keni pritë, më keni përcjellë si nanën tuaj. Amarildo Shekaj, lutjet e nënës së tij Diamanta për të ditur fatin e të birit, më në fund gjetën prehje. Më në fund kemi rënë në gjurmët e familjes së Amarildos dhe ka qenë shumë e vështirë sepse nuk e dim nëse fëmijët din fatin e tyre, pra din në lidhje me ty, din historinë e tyre, këtë gjë nuk e dim. Gjithsesi jemi munduar që të trokasim tek kjo familje për të marrë vesh se çfarë është bërë me Amarildon dhe ku ndodhen aktualisht, të paktën në lidhje me Amarildon. Do doja të dëgjonim atë bisedë telefonike që ne kemi bërë me prindrit birsues të Amarildos, le ta ndjekim dhe kthehemi me njëherë në studio. Ormai a tutti gli effetti è mio figlio legittimo, quindi se non voglio nel bene di un tuo coetaneo e di una famiglia, la mamma ci aveva a pensare prima, non ho pensato io, gli può venire tutti i rimorsi che vuole, gli dici che sta bene e punto e basta. Allora, fai come credi, dai. Io mi metto nei panni della signora e non voglio creargli assolutamente dei problemi. Siccome ho una famiglia, ho avuto dei problemi nel passato per una questione di adozione, per una questione, ho fatto tutto in maniera estremamente regolare, quindi nessuno mi può togliere, non è questo il problema. Ora lui sta benissimo, vive bene, è tranquillo, ha una sorella, quindi in famiglia tutto più che regolare, gli puoi dire questo alla mamma, però non voglio assolutamente turbare quello che è sempre un ragazzo adolescente, va a scuola in maniera regolare, è sempre passato a scuola, è bravo, però ho avuto dei problemi in fase adolescenziale e non voglio assolutamente ricreargli nuove situazioni che lo possono mettere in discussione. Quindi io mi scuso, puoi assicurargli che tutto è tranquillo, però non ti prometto che farò una cosa del genere. Grazie per tutto. Korrik 1990, një muaj e një vit që do të mbahet mend për jetë në fjalët e shqiptarëve. Një nisje pa një destinacion, me të vetmen gjë në mendje, largim. Një nga të shumtut
që tentonte të largohej nga fryma konformiste dhe gjithçka impononte të thyente dëshirat që mban shpirti. Një 19 vjeçar, i marrë nga rryma e kohës, që e përplasi në vende me tokë të pashkelur, Spartak Nurçe. Prit se po vjen djali s'ka, ua. Telefona s'kishte atëre si më thë. Kur u hapën ambasadat, me 2 korrika i me hyri në ambasadën italiane. Unë e prisja, të më vinte në punë në ndërmarrje, nuk me erdhi. Unë nisë në mëngjes për të vajtur në punë. Një shoku i tij aty në lagje, që i kishte edhe pak më të ngushtë se sa të tjerët, nisen. Kishin bërë plan ndoshta në darkë, nuk e di, dhe nisen drejt ambasadës italiane. Hyn aty, kurse 2 shokë të tjerë i kishin parë, ndoshta dhe i kishin treguar që do shkojmë në ambasadë. Ata vinë në shtëpi dhe më tregojnë, thonë që Spartaku me Lulin hyrën në ambasadën italiane. E gjithçka të vjen ndërmend, sa po sheh për shark, e në shtëpi, e kudo, dikush mungon. E qeshura e tij nuk dëgjohet më, dhe as dridhja e zërit në momentin që mbështeste kokën për të treguar, për gjithçka i ndëronte. Tashmë s'ka zhurmë. E vetëm një fshërëtim e gjithçkaje, a i la pas. Gjendet në përplasjen e lotëve në fotografi. Spartaku përsirat i kishte shumë qef. Kishim disa komshie në pallat, dhe vajzat të moshës time, dhe mundoheshim që të bënim biskota. Spartaku nga që i kishte qef dhe gjithmonë më nxiste. Që, motra sos na ke bërë biskota, pra kur do na i bësh ato biskota? I thosha, Otaku po prit. E kishe një arrest që kishe qef sportin, lose me top, kishte i vogël. Ke porta që bënin, vinte një çantë, një kanatiere. Vinte fundi, e linte dhe çantën me libra, dhe kanatieren e re, edhe më vinte në shtëpi pa kanatiere, pa libra, pa çantë. I thoja Spartaku, ku e ke çantën me mami? Arroba, e kam lënë atje ke ajo loja që vini shokët e ti dhe i sinin kanatiere. Çanta me gjithë libra unë. Këtë ka paso, ka qenë që haronte. Pasi që jaka i vetë nisura në Italinë ndëruar, me Barin, Milanon, Kozencën, e për të vijuar më pas me Bolonjën, djali i shtëpisë telefonoi disa herë për të shënuar edhe urimin e fundit, me disa fjalë të lëna për kohën që do të vinte më pas. Mami u bëfshin 100 vjeç, të pus forcë. Me këtë numër tha, mos më do të më marrësh ta, se do të marrë vetë, tha. Mirë, ka që 20 e fundit. 19 vite, pa shkëmbyer një bisedë shikimesh. 9 vite, ora e shtëpisë nuk rrotullohet më. Si telefonata e fundit, ka ndaluar me zhurmën që lë pas kërcitja e vetë heshtjes. Të lutem, Taku, të lutem, i them dhe njerë mami, të lutem. Në manë telefon, e të më thot, është më krua, ka mami ka knajësia i që të këtë familje. Unë knaqe në drejtimin e ti, sa i ka qenë një fillë shumë i një. Të paktën të vdesin, bure grua të vdesin, të që e pandë e Spartakun. E dim se ku është, e dim se ku jetojnë, e dim se ka. Qa do të thëmë? Vetëm të marri guzini, të marri telefonin dhe të slasin në asë telefon. Do t'i lutesha në emrin të mimozës të Ilirit, në emrin tim, të marri atë telefon. Të mos nguroj as një minut, as një sekond më, të mos presi. Të marri telefonin dhe t'i thot mamit dhe babit, dëgjoni, unë jam mirë. Që a kjo moment nuk duhet më bezdisni, ose varet si mund t'i ketë ai punë të tia. Por për mua mos u bëni merak, unë jam mirë. Dhe që nga i moment ai ishi lirë të bëj gjithçka. Vetëm këtë do t'i thosha, asgjë tjetër. Nata e gjatë e të premtës së të humburve, mes tjetra rasteve që u paraqitën, kishte pjesë të tij edhe Spartak Nurçe.
të gjithë shqiptarë që na ndjekin